Për 3 ditë me radhë në Vlorë, zhvillohet konferenca e 15 e kryetarëve të gjykatave të larta të Europës Qendrore dhe asaj lindore. Një konferencë e tillë e kësaj rëndësie zhvillohet pas 13 vitesh në vendin tonë, e organizuar nga Gjykata e Lartë e Republikës së Shqipërisë. Në sesionin e parë të kësaj konference, i cili ka nisur rreth orës 9 mëngjesit të kësaj të hëne në Vlorë, Sokol Sadushi, kryetari i Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë, ka mbajtur edhe fjalën hapëse të eventit. Në fjalën e tij, zoti Sadushi thotë se po organizojnë këtë konferencë në Vlorë, në qytetin që hodhi themelet e shtetit shqiptar, për të treguar simbolikisht që nga Vlora do të nisin themelet e drejtësisë që synohet të ndërtohet në të ardhmen. Në fjalën e tij, kreu i Gjykatës së Lartë thotë se drejtësia që duhet të arrijmë është një drejtësi pa kompromis. Vetëm me shkëmbime e eksperiencës së përbashkëta, zoti Sadushi thotë se mund të arrijmë të vendosim themelet e drejtësisë. Ju pa qëllim vendosim ta zhvillonim këtë konferencë pikërisht në Vlorë. Përveç bukurive që natyra i ka dhuruar, Vlora është qyteti ku në vitin 1112 u shpall pavarësia e Shqipërisë nga pushtimi mbi 500 vjeçar i Perandorisë Osmane. Këtu hodhen themelet e shtetit modern shqiptar. Prandaj Vlora bart një simbolik të veçantë për drejtësinë që synojmë të ndërtojmë, një drejtësi të pavarur dhe bashkëkohore. Ky vend na kujton se pavarësia nuk është vetëm çlirim territorial, por mbi të gjitha çlirimi i mendjes dhe i institucioneve nga çdo influencë që synon të cënojë parimet e drejtësisë. Ne krenojmë që mblidhemi sot si profesorë të gjykatave të larta të vendeve që dolën nga errësira e regjimeve komuniste. Ne kemi qenë dëshmitar të kalimit nga shteti i diktaturës tek shteti i drejtës. Dhe e dim mirë çfarë çmimi është paguar për këtë. Prandaj jemi këtu për të thënë qartë, drejtësia që duam është një drejtësi pa kompromis. Kjo konferencë zhvillohet në një kohë kur gjyqësori kudo përballen me sfida që nuk njohin kufi kombëtar, nga ndikimi i teknologjisë e globalizimit të çështjeve juridike deri te rreziqet e dezinformimit dhe ndërhyrjet në gjyqësor. Çdo konflikt pavarësisht qëllimit përfundon në dyert e gjykatave. Për këtë arsye, rëndësia e dialogut ndërgjyqësor bëhet edhe më e madhe. Vetëm përmes komunikimit të hapur, shkëmbimit të praktikave më të mira dhe ndarjes së përvojave konkrete, mund të identifikojmë problemet e përbashkëta që na shqetësojnë si rajon dhe të gjejmë zgjidhje të qëndrueshme të bazuara mbi parimet të përbashkëta të drejtësisë. Në këtë konferencë ka përshëndetur edhe presidenti i Republikës së Shqipërisë. Në fjalën e tij, zoti Bajram Begaj, duke treguar rëndësinë që përfaqësojnë gjyqtarët e lartë të Republikës së Shqipërisë dhe jo vetëm, thotë se dialogu i përbashkët mes vendeve të rajonit dhe jo vetëm është një prej hallkave kryesore të kapërcimit të sfidave komplekse. Sipas Begajt, qytetarët meritojnë një drejtësi transparente, të paanshme, me të gjitha standardet e kërkuara europiane. Drejtësi e pavarur e pa ndikuar, sipas Begajt, është kushti domosdoshëm që t'ju shërbejë qytetarëve. Ju, gjyqtarët më të lartë, mbani mi supe një përgjegjësi mjaft të madhe. Jeni garant të drejtësisë, duke siguruar respektimin e ligjit, ruajtjen e lirive dhe të drejtave themelore të qytetarëve, si dhe ndërtimin e besimit publik. Ky rol kërkon profesionalizëm, kërkon integritet dhe një ndjenjë të lartë dhe të thellë përgjegjësie publike. Aspiratat tona për drejtësi janë të përbashkëta. Qytetarët tanë presin dhe meriton drejtësi të paanshme, të barabartë, transparente, efikase dhe të shpejtë për të gjithë. Një drejtësi e vonuar, në fundit, është një drejtësi e mohuar. Prandaj, roli gjyqësorit bëhet edhe më i rëndësishëm, teksa shoqëritë e vendeve tona përballen me një larmishmëri sfidash. Këto sfida, komplekse në natyrë, shpesh kërkojnë një mendim juridik, që mundi të kalojë edhe kornizat ligjore në interpretim. Ato kërkojnë jo thjesht zgjidhje juridike, por edhe një frym që reflekton vlerat tona të përbashkëta demokratike. Në këtë kontekst, pavarësia e sistemit gjyqësor ka rëndësi jetike.
Ajo nuk është privilegj apo ekskluzivitet i një posti, por është themel i demokracisë, garanci e panshmërisë së gjykimit dhe kushti domosdoshëm për një drejtësi që u shërben qytetarëve. Prezent në këtë konferencë edhe Ministri i Drejtësisë në Republikën e Shqipërisë Ulsi Manja. Në fjalën e tij, Manja ka përshëndetur konferencën në emër të qeverisë shqiptare. Sipas tij, të tilla evente shërbejnë për të lidhur ura bashkëpunimi të domosdoshme për të kapërcyer sfidat e së ardhmes. Manja e vendos theksin tek reforma në drejtësi e nisur 10 vite më parë, e cila sipas tij ka rikthyer besimin e qytetarëve tek drejtësia. Kjo është një mundësi e shkëlqyer për të ndarë përvoja, për të reflektuar mbi sfidat e përbashkëta dhe për të ndërtuar ura bashkëpunimi midis jurisdiksioneve. Të nderuar të pranishëm, temat që do të trajtojnë në këtë konferencë janë më aktuale dhe më thelbësore për funksionimin e një shteti të së drejtës, efikas dhe të besueshëm për qytetarët. Së pari, besimi publikut gjyqësor është themeli i çdo sistemi demokratik. Reforma jonë në drejtësi, e nisur mbi 10 vjet më parë në 2014, ka pasur si objektiv pikërisht rikthimin e këtij besimi përmes një pastrimi të sistemit dhe rritjes transparencës, integritetit dhe profesionalizmit në gjykata dhe në provori. Kjo që piknisja e procesit vettingut, ku u krye rivlerësimi kalimtar i mbi 800 gjyqtarëve dhe prokurorëve, dhe që përfundoi me sukses në nëntor të vitit kaluar. Së dyti, diskutimet mbi marrëdhënien mes jurisdiksionit vendas dhe atij ndërkombëtar është kyç, sidomos për vende si Shqipëria, që synojnë integrimin evropian dhe mbështeten në parimet e të drejtës ndërkombëtare dhe praktikat më të mira të gjykatave evropiane, por dhe më gjerë. Përgjatë kësaj konference, kanë përshëndetur me fjalën e tyre zoti David Campbell, gjyqtar i lartë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në distriktin e Arizonas, si dhe Robert Strang, drejtori ekzekutiv i Institutit Celi.